Pendimi gjithashtu e ka një shenjë, madje mund të them që është shenja kryesore. Kur zemra fillon me e dasht atë që e afron me Allahun. Me njerë pas pendimit, nëse ndjem interesim, nëse ndjem dëshirë për me u afru me Allahun sa më tepër, le ta dim që pendimin e kemi pas sinqert edhe na ka pranuar Allahu subhanahu wa taala. Pra sa herë që ne ndjem që dëshirojmë me u afru Allahut, po dojmë me bë punë të mira, po dojmë me shtu namazet, po dojmë me shtu agjerimin, po dojmë me shtu sadakan, po dojmë me bë mirë, marrë sa kemi mundësi, po dojmë me bë dhikr, me lexu Kur'an. Këto janë për shenjave që tregon që kjo zemër është penduar sinqerisht. Nga se Allahu nuk ja mundson një zemre të pasinqert me ju afru atij. Duhet me largu atë ndyrësirën e brendshme për me ju afru Allahut. Nga se mes nesh dhe mes Allahut nëse ka ndyrësirë, atëre ka pengesë. Nuk mund t'i afrohemi Allahut. Njëjtë siç nuk mund të hyjmë në xhenet me zemër të ndotur. Ashtu nuk mund t'i afrohemi Allahut me zemër të tillë. Por kur ne pendohemi sinqerisht dhe me njëherë ndjejmë dëshirë dhe gatishmëri për me u afru Allahut, madje ngulmojmë gjë të tillë, ngulmojmë që me u afru Allahut subhanahu wa taala, me çfarë do që na jepet mundësia, me ndonjë namaz apo ndonjë vepër tjetër, kjo tregon që ti i penduar tek Allahu sinqerisht. Dhe kjo tregon se Allahu subhanahu wa taala do shumë, sepse Allahu ka treguar që i do ata që pendohen shumë.